ka tendencë ose edhe raste konkrete kur është tentuar pra që deklarimi, që pasuria realisht të fshehet përmes familjarëve. Meqense e kemi ne në traditë pra që t'jemi shumë ma familjarë, jo nuk është në emrin tim, është në emër të vllaut, është në emër të atij këtij. Ndarja zakonisht e pasurisë nuk bëhet në kohë, din të... Është shumë komplekse, e përmend mjaft mirë, përdesa në vend të rajonit është shumë e lehtë të verifikohet, sidomos pasuria e palytshme, sepse posa praktikisht ndron jetë ndonjë qytetar, atëherë familjarët sigurohen që pasuria të përmes procedurës të trashëgimisë të bartët të trashëgimtarët e ligjshëm, ne ende kemi numër jashtëzakonisht shumë të madh të pronave të palytshme që janë ende figurojnë emër të katragjyshve të zyrtarit caktuar. Si tillë ne kemi të pamundur të evidentojmë nëse ata ja kanë qenë shumë të saktë në deklarimin e pasurive të palytshme. Që kjo është një problem shoqëror dhe ndoshta kulturor që kemi ne si kosovar. E pastaj ne kemi edhe kur marrim informata është goxha vështirë që të verifikohet nëse pasuria e palytshme e drejtorit të agjencisë është në emër të katragjyshit, por jam shfrytëzues faktik i asaj pasurie. Kur do të kryejmë verifikim ne administrativ të asaj pasurie, kemi vështirë ta gjejmë se në emër të kujt është. Por në këto raste ku ne kemi dyshime të bazuara, ne përcjellim në prokurori, sepse prokuroria mund të kryejë edhe një verifikim më të saktë, do të thotë në aspektin penal. Do të kemi sfida, këto sfida vit për vit po lehtësohen, sepse edhe qytetari po vedisohet më shumë, po edhe sistemet elektronike po janë duke sofistikuar dhe ngadalë jemi duke shikuar mënyrën e komunikimit automatik të sistemeve tona, në mënyrë që edhe sistemi i agjencisë, po sistemi i agjencisë kadastrale, dhe sistemi i administratës tatimore, gjitha këto janë sisteme publike dhe për qëllim të verifikimit jemi në proces të ndërlidhjes së tyre, që të lehtësohet puna jonë dhe ne të shkojmë ngadalë te ajo analiza më thelbësore e këtyre rasteve, jo vetëm krahasim numerik të pasurive të zyrtare.